Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të Kohë Sociale. Me neve është Xhemile Rexhepi Mehmeti për të folur më shumë rreth rrugtimit të saj, sfidave me të cilat përballet një grua në hapat e parë në politik, balanci mes jetës familjare dhe angazhimit publik, paragjykimet por edhe mbështetjet mes grave. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në Kohë Sociale. Mirë mbrëma dhe mirë se ju gjej. Ju falenderit shumë për ftesën. Ju përuroj për këtë emision të qelluar. Ju uroj që të keni vetëm suksese. Faleminderit. Do të nisim me si e përshkruani ju rrugtimin tuaj deri në ditën e sotme nga jeta profesionale deri tek përfshirja në politikë. Rrugëtimi im nga jeta profesionale deri sot nuk ka qenë dhe nuk do jetë i lehtë dhe nuk ka qenë i lehtë. Ka pas angazhime, përkushtim, profesionalizëm dhe deri në arritjen aty ku jam këtu sot. Por në diçka që nuk e kom besu as vet, është se unë ndonjëherë do të merrem me politikë. Do të thonë, ka qenë gjithçka e papritur, por në një moment kur as nuk kom prit, as nuk kom dash të kyqem në politikë, ka qenë një ofertë e një mikes që tani ushtron edhe detyrën e sekretarës shtetërore. Dhe më është paraqitur dhe ka kërkuar që unë të bëjmë pjesë kryesisht të bëjmë kryetare e forumit të gruas në alternativë. Edhe unë normal nuk e kom pranu se nuk kom pas ambicie të jem antare apo aktiviste një subjekti politik. Mirë po, duke e mendu me gjithse ajo me diku një javë ditë më ka kërkuar vazhdimisht më është paraqit në telefon, edhe pas një jave vendosa të pranoj, po me një kusht që nëse kam drejt të tërhiqem në momentin që unë dua të tërhiqem, që e shoh që ajo nuk është për mu, politika nuk është për mu, ashtu e kom pas çdo herë. Edhe më ka thënë, okay, nuk është problem, vetëm se duam që ti të pranosh. Edhe ashtu jam kyç, nuk është se ka qenë lehtë ajo, se çdo kush kur më ka taku ose kur më ka uru më ka thënë ke një përgjegjësi të madhe, ke një barë të rëndë, edhe sikur unë çdo fjalë të tyne e merrja shumë afër zemrës. Por nuk kam besu ason e as njerëzit që unë e pranova të jem pjesë e atij subjekti edhe pjesë kryesisht kryetare e forumit të gruas në alternativë, as ato edhe vetë nuk e kam besu se e kanë ditë që unë më herët nuk kam qenë e kyçur në ndonjë subjekt politik dhe nuk kam bën ndonjë aktivitet, edhe nuk e kam besu që unë do të jem aq aktive dhe do të jem aq e përkushtuar dhe aq që do të bëj vazhdimisht aktivitet ato që do duhet që është kërkuar ta bëj. Edhe në fund, do më thonë, normal që kom marrë ato feedbacket e mira dhe jo ndje mirë, po nuk ka qenë një rrugtim i lehtë. A mendoni se gratë nisin më shumë me sfida se sa burrat kur përfshihen për herë të parë në politikë? Po, edhe ato shumë, sepse unë mendoj se gratë janë çdo herë ajo pjesa që paragjykohen më shumë se sa burrat, edhe ato duhen të japin shumë më shumë mund, shumë më shumë punë, shumë më shumë angazhim, shumë më shumë përkushtim që të arrijnë nivelin e njëjtë me ato të burrave. Domethënë, po flas për pjesën politike. Megjithse po e them prap, gratë bojnë shumë më shumë, po që të arrijnë në njëjtin nivel është ajo pjesa që gratë i bën që të angazhohen më tepër. Me që e përmendët edhe pjesën e paragjykimit te gratë, ju personalisht jeni ndjerë e paragjykuar dhe si e keni kapërcyer nëse ka patur paragjykime? Me që e ceka edhe më herët se nuk kam qenë më herët e angazhuar politikisht, të më thënë as si antare ndonjë subjekti politik, kështu që prej ditës kur unë u kyqa si kryetare e forumit të gruas nga radhët e alternativës, kam qenë shumë të them jo e mirë pritur, si nga realisht peshprej ato, si nga ana e forumit të gruas që ka qenë si forum në alternativë, sepse ato unë isha vetëm e jashtit edhe shkova si kur për një herë u bona edhe kryetare e forumit të gruas në alternativë. Ato as nuk ishin ndonjë informat të më thanë paraprake për mua, edhe normal që nuk u mirë prita edhe prej aty sikur, po kjo nuk është e aftë, kjo nuk do din të na përfaqëson mirë, aq sa duhet të jemi të përfaqësuara, edhe isha shumë, do më thanë, në fillim e mora sikur një pjesë shumë e gjeta veten shumë poshtë,
sikur mendoja që nuk do t'ja dal, nuk do t'ja arritja dal si duhet. Me që jemi këtu, a e mbështesin gratë njëra tjetër në politikë dhe jo vetëm? Ka hapësira kur edhe ka mbështetje, mirë po në shumicën e rasteve prej asaj që këto brenda këtyre 3 vite e gjysmë kam arritë të shasht, aq sa mbështeten, aq edhe dy fish më duket sikur e konkurrojnë njëra tjetrën, e shohin si konkurrencë. Vjen keq, po kjo është ajo, në thelb duhet jemi gra që duhet të përkrahim njëra tjetrën, gra që duhet të ngrisim njëra tjetrën në momente të caktuara, pasi që neve, unë vetëm atë e them, vete, kom thënë edhe e them, nuk mundemi gjithë të bëhemi ministre, po nuk mundemi të gjithë të bëhemi drejtoresha, do më thënë, është një fazë që unë do të bëjmë diçka, po fazën herën tjetër të zgjedhjeve do shkon dikush tjetër, do më thënë është çdo herë ka një ngritje të secila, nuk do të thotë që çdo herë do t'jenë të njëjtat ato që do të shkojnë. Mirë po nuk dua edhe të njëjtën kohë edhe të njëjtat të ulen, mirë po prapë e them edhe atë dhe e kom thënë, uroj edhe që të ketë meritokraci sa më shumë. Përpos transparencës që duhet tjetë në çdo subjekt politik, si ligj, si diçka parimore, unë e besoj edhe meritokracia duhet jetë në nivel të duhur. Për shembull, ato që japin mundin dhe që njëjtën kohë lajnë familjen anash, po përpos familjes kemi edhe angazhime profesionale që kemi edhe unë këtë rast jam edhe mësuese gjuhës angleze. Faktikisht i bie sikur unë edhe pjesën ja dyfishoj vetes, pjesën e obligimeve që i kam në punë, ja dyfishoj me ato që kur dal prej punës prap nuk kam kohën të jem një nanë apo një anvise në shtëpi, që duhet çdo grua që e ka profesionin, patjetër që është edhe një anvise në shtëpi, se duhet dikush t'i kryejnë ato obligime që i kemi. Dhe një bashkëshorte që jam, kështu që nuk na bie neve kohë shumë, e në fund të krejt asaj, kur sidomos herën e fundit e kemi pas një fushat që ka zgjat diku 2 muaj kohë, edhe 2 muaj ditë, edhe është shumë ka qenë sfiduese për neve, po edhe ka qenë shumë e gjatë. Sa që ka fundi, beso, veç i numëroja edhe ditët edhe sa kemi. Sa ka ngelur. Po, edhe sa ka ngelur për këtë angazhim që e kemi. Edhe në fond të krejt asaj, nëse dalin emra që asnjëherë nuk i kemi parë, apo nuk i kemi njohur në publik, është pak dëshpruese për fytyrat që vetëm se njihen prej krejt rrethit ku jetojmë edhe prej krejt njerëzve që e dinë që janë në atë subjekt politik. E përmendët pak më parë familjen. Sa rëndësishme është mbështetja e familjes në këtë rrugtim? Mbështetja e familjes është më së rëndësishme, sidomos për një grua, kur është edhe nanë, se unë e kam edhe një djalë që është 9 vjeçar dhe edhe ai kërkon, megjithëse i ka 9 vjet, po kërkon kohën e vet, kërkon pjesën që kërkon dashuri, kërkon ta lidh atosh, kërkon të kalosh kohë me ta. Po është tepër e rëndësishme mbështetja e familjes. Sinqerisht kom pas periudhën, po them 2 muaj ditë që kemi pas fushat, i falenderoj shumë. Nëse mundem t'i falenderoj familjen që kom pas edhe, domethënë edhe prindrit e bashkëshortit, po edhe prindrit e mi, familjen e time dhe familjen e bashkëshortit, që në çdo hap që unë kom bo, që kom pas angazhime politike, ato kanë qenë të parë që më kanë thënë hecë se neve e kujdesemi për djalin. Si arrini të keni këtë balans mes jetës familjare, por edhe kyçes në politikë? Unë mendoj edhe kam atë bindje që duhet një disiplinë. Nëse kërkojmë neve që të arrim këto fazë, mendoj balancin, të kemi një balans të bashkëshortës, të nanës, të anvisës, si një aktiviste e kyçur në këtë subjekt politik. Do më thanë, unë e mendoj se vetëm një disiplinë dhe një përkushtim profesional na e mundson këto t'i mbajmë në një balancë gjatë kësaj periudhe që i kemi. A mendoni se shoqëria jonë është e gatshme të shohë më shumë gra në poste të kyçura për vendimarrje? Po,
unë mendoj që është edhe koha që vetëm se edhe kemi filluar, kemi edhe deputete tash që janë një numër pak më i rritur në parlament se sa herat tjera. Pastaj edhe në vendimarrje kemi edhe zëvendës ministre, kemi tash edhe drejtoresha, ka është një numër i madh. Mendoj që është koha që edhe më shumë të rritet numri i grave në vendimarrje. Nga kush paragjykojeni më shumë, nga burrat apo nga vetë gratë? Paragjykimet vinë edhe nga burrat edhe nga gratë, por më shumë i kemi nga gratë, për fat keq. Çfarë do të ndryshonit në kulturën politike në vendin tonë nëse juve do të kishit mundësi? Unë mendoj që do të kishin nëse kemi pak më shumë transparencë, nëse fokusohemi më shumë te arritjet e jo te përplasjet, nëse jemi pak më shumë durimtar dhe e kemi pak durimin më të madh drejt ndryshimeve që i presim. Cili ka qenë mësimi më i madh që keni marrë gjatë këtij angazhimit në politikë? Mësimi më i madh ka qenë se ndryshimi, domethënë këtë ja kom fiksu vetes që ndryshimi kërkon durim, qëndrueshmëri dhe komunikim me të drejtë për drejtë me njerëzit në publik. Si i motivoni gratë e reja që le të themi kyçen për herë të parë në politikë apo në karrierë publike? Gratë zakonisht për t'i motivuar përdorim raste konkrete që i kemi pas prej ma herët të grave të disa grave të tjera, që me kyçjen e tyre në fillim normal nuk është mirëprit çdo njëra ashtu siç ka pasur vullnetin e mbrëmshëm të pritet prej grave tjera apo prej rrethit apo prej shoqërisë, mirë po me kohë e kemi edhe ajo vetë që është kyç, kur është kyç e ka vërtetu që ja ka vlejt se edhe një kontribut i vogël i saj ka bo shumë në ato që sot kanë arrit gratë tjera që janë aty ku janë. Që do të thotë me shembuj të ndryshëm mundohemi me fjalë bindse, me shembuj konkret që i kemi pas, t'i bindim dhe t'i kyçim në politikë. Cilat janë prioritetet tuaja kryesore në angazhimin politik aktual? Prioritetet e mia aktuale janë fuqizimin e grave në politikë, normal edhe në rrethin ku jetojmë të kemi grasa më shumë vendimarrëse, që të ndihmojmë në zonat ku janë më të prekura njerëzit dhe të kemi një zhvillim të qëndrueshëm politikisht dhe të jemi sa më të besueshëm për rrethin, për ato që e ofrojmë dhe për ato që e bojmë për atë rrethin tonë, të jemi sa më të besueshëm dhe sa më të qëndrueshëm në atë që e themi dhe që e bëjmë. Dhe për fund, ku e shihni veten dhe rolin e gruas pas 5 viteve në politikë? Veten e shoh më të pjekur profesionalisht dhe aktive në vendimmarrje, kurse rolin e gruas e shoh më të përfaqësuar dhe më influent. Unë të falenderoj shumë për këtë intervistë dhe për bisedën që ndam sonte së bashku. Ju falenderit edhe juve dhe edhe një herë ju përuroj për emisionin. Biseda të tilla na kujtojnë se sa e rëndësishme është të dëgjojmë zërin e grave që guxojnë, punojnë dhe hapin rrugë të reja. Faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni, ndryshimi niset nga secili prej nesh. Natën e mirë.